studio na ritakon së bashku tani për të folur për një temë shumë interesante. Imagjinoni pak veten tuaj sa herë që I thoni vetes që do të filloni një dietë, do të filloni të ndryshoni mënyrën tuaj të ushqyerit, të regjimin ushqimor, një kulturë në fakt e cila vjen gradualisht, nuk ndodh asnjëherë sot për nesër, natyrisht që nis me një konsulent të mirë, me një nutricionist, me një vend të sigurt për të bërë pazar dhe hap pas hapi gjithçka fillon edhe ndryshon dhe vjen një moment që çuditeni se si arritët t'ia dilnit që të zgjidhni atë që ju bën mirë për shëndetin dhe jo atë që shijon. Do ndalojmë këtu, sepse thuhet se shpesh ushqimet që shijojnë shumë janë ato që na bëjnë dëm. Por me këtë mit Alken Çuko ka ardhur në studio për të na herëzuar poshtë dhe për të na thënë se ne mund të ushqehemi shëndetshëm dhe mund të konsumojmë produkte me shije, sepse duhet thënë ushqimi është një ndër kënaqësitë më të mëdha të jetës. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Si gjithmonë në studio jemi preferuar për të ndarë informacione dhe për të hedhur mitet e reja poshtë gjithmonë. Dhe sot na ke ardhur me një temë mit, se përgjithsisht kur I thua dikujt që ke nevojë të bësh një dietë apo kur lexojmë në internet dieta pa fund, na duket sikur do jetojmë vetëm me një fletë sallate në dorë. Dhe ta valvisin si flamurët. Okej. Na trego pak. Sa e mundur është kjo gjë? Mendimi më I shpesh në fakt është që në momentin kur ne konsumojmë ushqime të shëndetshme, nuk do konsumojmë më shije. Pra, hera herës dëgjojmë që unë dua të konsumoj shëndetshëm, por kam merak se nuk do ha më ushqime të shijshme. Dhe ky është miti që qarkullon më tepër, le të themi. Por po të mendojmë pak nga vjen kjo shprehje, ne le të themi jetojmë në një moment të cilën industrializimi është rritur goxha, ushqimet e përpunuara dominojnë shumë, për hir të faktit sepse duhet të jenë të tilla për shkak të transportit, magazinimit etj. Dhe duke qenë se këto ushqime janë në këtë formë, atëherë patjetër që duhet të kenë aditiv brenda tyre, patjetër që duhet të kenë shtesa ushqimore, konservant të ndryshëm në mënyrë të tillë që të përforcohet shija dhe të ruhen në terma afatgjatë. Për shembull, marrim patetina, të cilat janë një nga ushqimet që në thonjza le të themi shijojnë, ato shijojnë patjetër sepse kanë një element brenda tyre, një aminoacid I quajtur glutamati natriumit. Ky glutamati natriumit, si çdo aditiv tjetër ushqimor, nuk është shumë I studiuar. Pra, ne nuk I dimë mirë efektet që I ka në metabolizmin tonë. Kështu që është mirë që ta shmangim këtë dhe të gjitha ushqimet e përpunuara e kanë glutamatin e natriumit. Por ai gjendet në mënyrë natyrale në domate, si ato të freskëta, si ato të thatat, gjenden në kërpudh, si ato të freskët dhe ato të konservuarën. Dhe duhet të them diçka, pra ushqimet e konservuara, I ndajmë disa terma, nuk janë një lloj me ushqimet e përpunuara. Pra konservimi është diçka tjetër nga përpunimi. Kështu që ushqimet e konservuara jo gjithmonë janë të pashëndetshme. Për shembull turshit janë shumë herë më të shëndetshme se sa kastravecat e freskët, për shkak se rritën vlerat biologjike të fibrave dhe çdo gjë tjetër. Prandaj, disa eliminime ne duhet I bëjmë dhe duhet të distancohemi. Gjithmonë në ushqimet e përpunuara kemi edhe shumë sasi të lartë të shtuar të sheqerit, sasi të lartë të shtuar të kriprave dhe të yndyrnave të ngopura, të cilat nuk bëjnë asnjë gjë tjetër në shëndetin tonë, përveç se thjesht na ngadalsojnë më tepër atë rikuperimin e metabolizmit dhe gjithë proceset metabolike për të pasur një shëndet të mirë. Prandaj mund të duket sikur na shijojnë, por ne nga ana tjetër kemi kaq shumë ushqime të shëndetshme siç I kemi sjellë dhe në tavolinë sot, patjetër nga kompania Neranzi, duke qenë se shëndeti, shija dhe cilësia asnjëherë nuk duhet të bëjnë pa njëra tjetrën. Pra gjithmonë duhet të jenë në një linjë. Një zinxhir. Dhe çfarë duhet të bëjmë ne është thjesht kombinimi I mirë I tyre. Nëse do më pyesje mua, unë asnjëherë nuk do ta ndroja një fet buke integrale me pak vaj ulliri, siç është vaj ulliri extra virgin I Dantes, I pafiltruar, edhe është një mezvak shumë perfekt, sepse të ofron yndyrna të shëndetshme, të ofron fibra nga buka integrale, të ofron karbohidrate dhe disa proteina që mielli në mënyrë natyrale I ka. Ndryshe nga një patetin që ti e konsumon, përveç se merr kalori ekstra, por janë kalori boshe sepse nuk përdoren në mënyrë efikase nga trupi jon, thjesht merr kalori të pakuptimta, pa vlera ushqyese. Dhe duke qenë se nisëm me vajrat, kemi edhe paketimet e vogla nga kompania Neranzi, që janë vaj farës së rushit, vaj avokados, vaj arrave etj. Të ndryshme. Këto të gjitha janë shumë esenciale për të përdorur, qoftë edhe në gatim. Për shembull, nëse marrim vajin e ullirit, ai në temperaturat e larta është pak më sensitiv ndaj temperaturës, ndërsa vaj avokados, nëse unë e gjej, me qenë se kemi edhe një tjetër? Aty jemi. Vaj avokados është shumë I mirë për gatim, sepse ndryshe nga vajat e tjerë, ka një pikë tymosi, le të themi, më të lartë.
Dhe e bën këtë vaj shumë versatil në të gjitha gatimet e skuqura, duke mos na formuar radikale të lira. I mendojmë të radikale të lira, le të themi si imagjinojmë një litar, në momentin kur ne tërheqim fort, ai shkëputet. Dhe kur shkëputet dalin të gjitha ato fijet që bëjnë lidhjen. Dhe këto fijet kanë aftësi që të shkaktojnë dëm në metabolizmin tonë. Imagjinojmë dhe oktapodin me tentakulat që kapet në lëkurën tonë. Një lloj dhe këto radikalet e lira bëjnë dëm në metabolizmin tonë, sepse yndyrnat që janë ai litari kputen dhe formojnë ato radikalet që janë fijet e litarit. Ndërsa në rastin e vajrave, të cilët kanë një pikë tymosje më të lartë, atëherë kjo nuk ndodh, sepse ai litari është shumë herë më i trazh dhe ne kemi të vështirë për ta kputur. Interesante kjo. Po duhet kemi informacion se cili nga llojet e vajrave kryesisht të gjitha vajrat që unë kam marrë me vete, këto të paketimeve të vogla, ka një pikë tymosje më të lartë se vaji i ullirit dhe janë shumë të mira për të përdorur. Jo vetëm në gatim për skuqje, por edhe për sallatra, duke na furnizuar edhe me ato yndyrnat e mira, omegat, vitaminat e ndryshme që janë të tretshme në yndyrë. Një mit tjetër është që gjalpi të shëndosh. Unë prandaj kam marrë një paketim kaq të madh gjalpi me vete, që t'i them njerëzve që gjalpi nuk të shëndosh. E kemi thënë gjithmonë që çfarë neve na shëndosh është komanda që japim dorës tonë. Pra, ne duhet ta komandojmë dorën dhe jo dora të na komandojnë ne në këtë rast. Që do të thotë sasi, shpeshtësi. Gjalpi nga ana tjetër është një yndyrë shumë e mirë sepse vetë struktura e tij, një lipoprotein, është e ngjashme me strukturën ndërtuese të qelizave tona. Pra, si është e mundur që ne mos të konsumojmë një ushqim nga i cili në esencë vetë jemi të ndërtuar. Pra, qelizat tona janë të ndërtuara nga një lipoprotein. Dhe përveç kësaj, i cili e bën atë të shëndetshëm, ka dhe një shije shumë të mirë. Pra, gjithë familja ime mua më rikujton bukën e thekur me gjalp sipër. Edhe me atë vajin që them më parë, atë po mendoja, se si ne kthehemi dikur ushqeheshim shëndetshëm, ndoshta edhe nga mungesa e alternativave, por që ca gjëra duhet të vazhdojnë dhe përveç se shijojnë janë të shëndetshme. Pra një fet bukë me gjalp është gjithmonë okay. Po, asnjëherë nuk mund t'i thuash jo. Si një mezvakt njëherë është fantastike, sepse siç e përmend edhe në rastin e vajit të ullirit, ofron të gjitha vlerat që na duhet për le të themi për të bërë atë shtysën ekstra që na duhet gjatë ditës. Kemi dëgjuar për sheqerin, për vajrat e kalojmë. Sheqeri na bën dëm, sheqeri është armik. Por ne harrojmë që sheqerin e shtojmë në kafe, sheqerin e shtojmë në ëmbëlsira të ndryshme, her pas here edhe në vende ku edhe nuk duhet të jetë, për shembull në salcën e domates, ketçapi, i cili është plot me sheqer. Pra, e gjejmë kudo dhe nuk është e rekomandueshme që ta bëjmë në këtë lloj forme. Prandaj duhet të afrohemi ndërmjet alternativave më të shëndetshme, më afër natyrës, siç është mjalti. Pra, imagjino, ne kemi disa punëtorë të heshtur, të cilët prodhojnë këtë thesar, i cili është mjalti, që është një ëmbëlsi natyrale dhe përveç se na ofron atë ëmbëlsinë, patjetër sepse ka glukozë, ka fruktozë, ka sheqerina të ndryshëm në brendësinë e tij dhe ka një indeks glicemik, por nuk do ta harrojmë që si një produkt ushqimor, duke qenë se shëndet mat. Do ta ketë farin poleni nga mjalti. Si një produkt ushqimor është perfekt duke qenë se ka sasi shumë të lartë enzimash. Dhe vetë si produkt, ai nuk ka nevojë për shumë konservim. Pra, në etiketimin e paketimeve të mjaltit, ne shpeshherë lexojmë që përdoret nga kjo datë në këtë datë, zakonisht 2 vjet. Por kjo vendoset vetëm për hir të faktit të rregullimeve nga çështjet e rregullores AKU-s, shtetit e tjerë. Por mjalti si një produkt ushqimor mund të arrojë dhe për shumë e më shumë vite të tjera. Sepse duke qenë se ka një strukturë të tillë me enzimat të shumta, me një presion osmotik, ai e bën të mundur që të qëndrojë me të gjitha vlerat ushqyese pa degraduar. Patjetër që ne thjesht nuk duhet ta ruajmë atë në temperatura shumë të larta, sepse atëherë nuk i ndryshojmë ëmbëlsinë, por ama i ndryshojmë cilësinë, sepse ato enzimat kanë një temperaturë të lejuar në fakt që duhet të qëndrojnë. Çdo enzim ka një aktivitet, ka një le të themi aktivitet optimal. Për shembull, enzimat e stomakut tonë funksionojnë mirë në pH acid, ose enzimat në rastin e mjaltit funksionojnë mirë në temperaturë ambienti, apo enzimat e prerjes së djathit, pra kur marrim qumshin dhe e ngrojmë dhe hedhim atë enzimat ose renetin e quajtur ndryshe ose enzimat nga stomaku i biçave që përdoret kryesisht në përbaxho, ato kanë një temperaturë aktivizimi të mirë rreth 28
30-32 gradë. Në momentin që ne e çojmë 80 gradë, 100 gradë, atëherë këto i denatyrojmë dhe nuk e bëjmë procesin si duhet. Nga ana tjetër, përveç mjaltit kemi shrupin e panjës, që është me indeks glikemik shumë të ulët, me shije shumë të mirë, dhe përveç sheqerit që nuk duhet ta shtojmë në ëmbëlsira, mund të shtojmë alternativa të ndryshme, siç janë kumbullat, hurmat e arabis, të cilat janë perfekte duke i bërë ato në një masë të plot bashkë me mielin e ëmbëlsirave, i japin edhe butësi, duke qenë se kanë fibra, por edhe ëmbëlsinë natyrale. Nuk harrojmë karbohidratet. Unë kam marrë disa karbohidrate, ato janë të shumta patjetër, kemi bukë, kemi forma të ndryshme të karbohidrateve, kemi krakersat e ndryshëm, por sot kam zgjedhur vetëm disa pasta integrale, të cilat janë pastat Lori, spaghetti, penne dhe ato me formë spirale, dhe pastat nga Felicia që janë të përbëra nga spirulina. Spirulina në kam përmendur, është ajo alga ku dhe astronautët e marrin në misionet e tyre të gjata, duke qenë se në pak gram prej saj marrim shumë vlera të larta ushqyese dhe është një super ushqim. Pra imagjino që këtë super ushqim ta vendosim në një ushqim që ne e konsiderojmë në veten tonë si të pashëndetshëm. Prandaj alternativat e tilla që kompania Nerant sjell gjithmonë janë pranë nesh dhe na lehtësojnë punën. Që unë mos të tëngus, po të them që jemi diku në 3-4 minutë në fundit, kështu që na i përmbledh vetë, se shoh që kemi çajrat këtu, kemi erzat. Atëherë, përveç sheqernave, yndyrnave dhe karbohidrateve, patjetër duhet të kemi edhe një burim proteinik dhe shpeshherë mendojmë gjithmonë burime proteinike që duhet të burojnë gjithmonë nga mishi apo nga peshku apo nga filetu e pulës, por kemi edhe burime proteinike të cilat janë prej bimëve, siç janë fasulet e bardha apo thjerrzat e kuqe. Të dyja këto janë fantastike duke qenë se kanë fitoproteina dhe fitoproteinat janë me një vlerë biologjike shumë të lartë dhe ne kemi shumë të lehtë për të përthithur ato. Dhe në të njëjtën kohë dhe ndihemi të ngopur sepse të gjithë e dimë sa herë ham një pjatë fasule, jemi full xha. Për shumë orë. Dhe mbreti i mbretërve, të gjitha ushqimet janë fantastike, kanë vlerë ushqyese, kanë makroelement, proteina, karbohidrate e yndyrna, por këto nuk mund të jenë asgjë pa i dhënë atë shijen, sepse ne thamë që balancën ndërmjet shijes edhe ushqimeve të shëndetshme. Por kush na jep shijen? Shijen patjetër na japin erzat. Dhe sa më tepër erza të përdorim në ushqimet tona, aq më të lehtë na bëjnë ato për të konsumuar dhe përveç faktit që na bëjnë të lehtë në shije, por na japin dhe antioksidantë të fuqishëm. Unë do jap vetëm një shembull, që pse erzat janë shumë të veçanta. Ne bëjmë disa testime në kushte laboratorike, marrim një pjatë petri, kushtrojmë një gelatin, le të themi, dhe me ndihmën e një, le të themi kryqëze veshi, shtrojmë disa baktere në atë pjatë. Pra e gjithë pjata mbushet, sipërfaqja mbushet me baktere. Dhe marrim një trecir ku mund të kemi një rigon. Pra rigonin e bëjmë në një formë treciri dhe pikojmë vetëm një pikë tek ajo pjata me baktere. Dhe pas 24 orëve vëmë re që në vendin ku është pikuar trecira me rigon, aty nuk ka asnjë zhvillim bakterial. Dhe në çdo vend tjetër pastaj është mbushur plot me baktere, që do të thotë dhe dëshmon fuqinë që këto kanë për vetit antioksidante, antiinflamatore, antibakteriale, antifungale etj. Dhe përveç kësaj na japin dhe shije, kështu që janë fantastike. Çajrat e dim që na hidratojnë dhe na japin atë shijen duke na bërë ato mezvaktet më të këndshme. Dhe një truk tjetër në thonjza, le të themi, janë ushqime si snacksa të vegjël, që janë coconut chips, dhe unë jo më kot përmenda patetinat në fillim që sa e hapëm, sepse direkt drejtohemi tek patetinat që kanë atë krokancitetin, por kompania Nerant së fundmi ka sjell edhe patetinat e arrës së kokosit, pra janë thjesht arra kokosit të prera imët whole, të thara, të cilat kanë atë efektin krokant, por nuk kanë të gjitha efektet negative që një patetin ka. Pra, na jep fibra, na jep acide organike të mirë, na jep atë vajin MCT, që unë e kam thënë, që shumë i mirë për dietat ketogjenike, por edhe për ndihmuar në situatën e individëve që duan të humbin peshë. Dhe protein ballca të vegjël, të cilat janë me gjalp arrës të ndryshëm, me qershi apo me fruta të thata të ndryshme. Kështu që janë ideale për një snack, duke na bërë të lehtë atë balancën ndërmjet të shishmes edhe shëndetit. Me gjithë informacionet që ti ke, ne mund të të mbajmë këtu deri javën tjetër, po le ti ndajmë kështu javë pas jave nga pak. Kënaqësi gjithmonë të të kem në studio. Faleminderit për gjithë informacionet që ndan, që janë sa kurioze aq dhe shumë të rëndësishme. Faleminderit. Mirëpres të vi herën tjetër. Mirash me shumë kënaqësi. Dhe tani ndahemi nga Villa 24 duke uruar gjithëve një ditë të mbar.